Kur të lexosh Kur'anin, ke me besu, thot Biblën. Pa tjetër, kur të lexosh Kur'anin, ke me besuar se i madhi Zot ka zbritur librat hyjnor. Pa tjetër, ne e besojmë si musliman se Zoti i gjithësisë ka zbritur Ungjillin, ka zbritur Teuratin, ka zbritur Zeburin, ka zbritur libra hyjnor dhe ka zbritur edhe librin e fundit hyjnor, Kur'anin. Pa tjetër, kur lexon Kur'anin, do të kuptosh se Zoti i gjithësisë her pas here ka zbritur libra hyjnor. Por librat para Kur'anit, njerëzit i kanë ndryshuar. Ndërsa Kur'anin, vetë Zoti i gjithësisë na tregon në Kur'an se do ta ruaj atë. Ne e kemi zbritur pra Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Kështu kuptohet për një ajetin Kur'an.